dhe pjesa e dytë e javës dhe fundjava, sidomos e premtja, shtuna dhe diela, do të ndryshojë totalisht situatën termike, flasim për orët e para të mëngjesit. Për sa i përket mesditës, sot presim një maksimum 24 gradë, nesër do kemi një rritje me 2 gradë, 26, dita e mërkurë 27 gradë, dita e ejtë edhe e premte, rritë ndjeshëm temperaturat, na pret një fundjavë me temperatura 30 gradë, do ketë zona që do të shënojnë lehtësisht mbi këtë vlerë. Gati për plazh. 30 gradë. Në fakt, unë e theksova në një intervistë që fundjava që lan pas do të jetë fundjava më e freskët. Çdo fundjavë që vjen do të vijë duke u nxehur, kështu që presim që termometri në pjesën e dytë kësaj jave, që nga dita e mërkurë dhe në vijim, ne do ta ndjejmë menjëherë, ndërkohë fundjavë do ta ndjejmë që në orët e para të mëngjesit. Duke qenë se të paktën deri ditën e mërkurë, temperaturat minimale do rriten shumë lehtë me 1-2 gradë, dhe do jetë pak freskët për gjithë ata që do dalin në mëngjes herët rreth orës 6 të mëngjesit për në punë, do ta ndjejnë pak freskët, do dalin patjetër me një xhaketë, duke filluar që nga e premtja dhe fundjava, menjëherë termometri regjistron edhe në zonat malore minimalet 9 apo 10 gradë dhe maksimumet 29-30 gradë, pjesa më e madhe e ulësirës perëndimore do ketë zonat izoluara, Elbasani, Berati, Gjirokastra që do t'i afrohen 30-31 gradëshi dhe parashikohet që moti të jetë i qëndrueshëm. Do përjashtoja të mërkurën dhe të ejten, mesjava ku do të kemi zhvillim të vranësirave në zonat veriore dhe gjysmën lindore, verilindje, duke sjellë momente me pika shiu, rrëbeshjet izoluara që zgjatin vetëm disa minuta, pjesa tjetër e territorit do jetë kryesisht tek thjellët. Fundjava, e premtja, e shtuna e diela, jo vetëm në bizotrimin e kthjellimeve, por relativisht shumë më ngrohtë krahasuar me çdo fundjavë të pranverës që kemi kaluar deri më tani. Dhe do jetë kështu edhe për gjatë gjithë ditëve në vazhdim më pas, edhe pas fundjavës së dytë të këtij